Në përgjithësi, kam shkuar tek gjithë ish themeluesit e vjetër të LSI-s, pra të 2004-s, kemi ishte mi socialist të vjetër. Të Plum Gjufi, të Fotosklosi, të Ndrej Legisi, të plot të tjerë, Filoreta Kodra, e tjerë. Ju mendoni që këta e themeluan LSI-n? Unë thash disa, Spartak Brau, që do të bëj një listë. Spartak Brau voton Durrës. Ju mendoni që këta e themeluan LSI-n? Që përmendët ju? Bashkë me të tjerë po. LSI-n e kanë themeluar 200 student, duke filluar nga Rametliu Eno Laço, Luçi Qafoku, Indrit Shpirti Eno Laços në atje në Parajs, Elona Guri, e shumë djem dhe vajza. Po këta si një dhe njeri, zoj? Jo, po ishin themelus këta. Themelus tani po na i zirë mas 20 vjetëve. Tani, ti do bësh debat, apo do pim kafe? Jo. Tani, u po të them që... Nuk është fakt. Po këshin një dhe këta? Si? Elona Gurin e Lucianon e të tjerë. Po këta janë themelusit, po sot sa vota prodhojnë këta dhe sa vota prodhojnë Luçi Qafoku? Sot është tjetë gjë. Po kjo është tjetë gjë. Po për sot të flasim për këtë realitet. Themelusi LSI. Jo se pas themelusit. Si një dhe njeri në 2004? Po pra po. Me 4 shtator, 2004 këta si një dhe njeri zojnë. Dakor, por me 4 firma nuk themelohet një parti politike Land Qafoku. Se nuk po ndërtojmë dekalog emision që je vetëm ti dhe regjizori. Edhe 2 kamera statike që s'kan as kameraman. Është gazetari, është një tjetër ati që gjon. Pra, nuk është dekalog. Një parti politike nuk është një emision. Një parti politike është bashkim vullnetar i një grup njerëzish të cilët minimumi duhet jenë 300 firma. Dhe në këto 300 firma, këto 4 emra që përmendët ju janë 0.04% e atyre firmave. Një e para, e dyta. Themelusët e LSI-s, jo, themelusët e LSI-s, pastaj ato sallat, pallatet e kongreseve, pallatet e sportit. Vota e një individi, vota e Ilir Metës, vota e Edi Ramës, vota e Sali Berishës, është barabart me votën edhe të Ati Rojës Derës që më priti aty këtë rau mua për të më sjellë tuke zyra ju baj. Që njerëzit nuk e shikojnë. Ja kërkuat votën atë? Që njerëzit nuk e shikojnë në YouTube. A ti të forta ja kërkuat? Jo, nuk ja kërkova votën, sepse isha vonë për tarë ke emisioni juaj. Do të kërkosh pasaj? Po kur të dalë? Do të kërkosh? Do t'ja kërkoj. Po patjetër se do i them të përmenda në emision. Do ta them patjetër do t'ja kërkoj, sepse ai ishte njeriu që më tregoi rrugën mu për tarë ke studio jote. Pra ti Land Qafoku, po të më vononte ai, më çonte në një drejtim tjetër, unë nuk do vrija, do të vjen këtu. Pra ti mund të dush ta bësh emisionin. Por nëse ti nuk ke gazetarin, nëse ti nuk ke regjizorin, nëse ti nuk ke Rojën e Derës, nëse ti nuk ke ato që të ruan studion ty gjatë natës, sigurisht që ky emision është i pamundur. Ti mund të kesh ide shumë të mira, por nëse ti nuk ke ekip, nuk e drejton dot emisionin tënd. Dhe ajo që dua të them përsëri është që këta themelues të LSI-s, të cilët janë drejtuar në gjithë botën, janë gjithandej. Unë nuk kam të drejtë ja kërkoj votën Plum Gjufit. Plum Gjufit ka të drejtë ja kërkoj votën Ilir Meta. Sepse Ilir Meta e bëri Plum Gjufin ambasador kur ishte kryeministër, Ilir Meta e bëri Plum Gjufin deputet. Ilir Meta do bënte një çoban ambasador. Pra, jo, dakor. Është njëri me potencial. Prandaj dhe unë po them, me çobanët jam marrë unë. Me klasën punëtore jam marrë unë, me të papunët jam marrë unë, me të pashkollët jam marrë unë, me të smurët jam marrë unë. Kështu që unë merrem me këtë kontingjent njerëzish të cilët e kanë votuar Ilir Metën sistematikisht dhe LSI-n sistematikisht. Intelektuale që Ilir Meta i ka bërë ministra, drejtora, deputet, ka detyrë Ilir Meta t'ju kërkoj votën dhe t'ju shkruaj letra. I ka kërkuar letrën Plum Gjufi? Nuk e di, unë nuk kam komunikim me Ilir Metën, kështu që mos më pyesni se çfarë bën Ilir Meta. Bëra gabim spyeta ata që shpërndajnë. Kështu që duhet të kishit pyetur ata që shpërndajnë letrat e Ilir Metës. Kështu që në këtë drejtim, domethënë, është detyra e partisë që rrethon Ilir Metën sot për të kërkuar votat. Por uroj që Monda Gjinasa apo dhe Erisa Xhixho, që janë 2 vjetrit e partisë, të kenë të mbajnë mend prapë themeluesit e LSI-s dhe t'ja çojnë. Ja, për shembull Erisa Xhixho ti e ke mbajtur prapë. Po patjetër. Po ti ke qenë mbështetje sa. Edhe çfarë keq ka që kanë bërë? Jo, se kanë bërë pyetjen unë. Po. Po jo, jo që po thonë, ja ti e ke mbajtur, po shumë mirë kanë bërë. Ti e ke mbajtur. Siç kanë mbajtur Erisa Xhixho, kanë mbajtur dhe shumë të tjerë dhe kanë bërë shumë mirë. Se sot Erisa Xhixho është, po themi, nga të vetmet që po punon më shumë nga të gjithë në 4 muskutierët e Ilir Metës janë në listë mbyllur. Do thënë ti e fjalën Tedi Blushi, Monda Gjinasa, Erisa Xhixho dhe zonja tjetër që është në Fier. Po. Që përfitoj nga rastet i them që të bëjnë komisionerët Mallakastër, se si kanë çuar akoma 80 komisionerë si atë çojnë dot Mallakastrës. E po s'është Ilir Meta, është në qeli Ilir Meta. Jo, s'është Monika Kryemadhi në Fier. Çfarë do i bëj? Si çfarë do i bëj? Do t'i kishe bërë patjetër ajo, kaq. Po patjetër pra, është nga Fieri. A ka burrin nga Mallakastra? Po pse s'e ka bërë? A do marri shumë vota? Po me këtë që s'kan bërë akoma komisionerë. Mirë pra, kjo është mënyra. Prandaj po them që midis Erisa Xhixhos, që është nga vjesi deri në darkë në takime,
Sigurisht që unë e besoj dhe vlerësoj Erisa Xhixhan. Do vim te këto vlerësimet, po kam një pyetje. Jo, meqense ma bëre pyetjen ti. Zonja Kryemalli. Prandaj them, koordinohu, edhe pse ke shkruar pyetjet, mos ma jep mundësinë që të kalojmë nga njëra tjetër, ose ta marrim pyetjen nga fillimi deri në fund ta çojmë. Tani unë e di që ti nga politikane po bësh regjizore, po të lutem, këtu jam unë. Jo regjizore jo. Jo, këtu jam unë, aktore. Po më lër këtu se këtu jam unë. Këtë se di ti, këtë e di unë. Këtu jam unë. Mos më thuaj që do të pyes më vonë, më pyet për Erisa Xhixhan dhe pastaj thua. Kam një skalet. Zonja Kryemalli, si e shikoni ju dhe çfarë perceptimi keni? Ilir Meta do bëhet deputet sepse për të vërtetës është jashtëzakonisht e vështirë dhe kalkulimet thonë, nëse marrim projeksionin e vitit 2021, edhe pse ishte një formulë tjetër zgjedhore, nga e cila ju të LSI-s keni vojtur shumë, rezulton ose duhet të ndodhë që Ilir Meta duhet të jetë një nga 2 zotrinjt më të votuar të listës së hapur në atë tërthështatshëm që është Partia Demokratike ose koalicioni Shqipëria Madhështore. A do të arrijë Ilir Meta? Si e ke perceptimin? Absolutisht që e arrin. Ilir Meta do dalë deputeti më i votuar në Shqipëri për gjitha partitë politike. Kjo është dëshirë? Jo, s'është dëshirë. Është projekcion edhe është perceptim që unë kam. Si e krijon? Si e krijon? Unë nuk mund ta perceptimin që krijoj në kontakt dhe në takim me njerëz. Jo, nga se, cilët janë arsyet që e ke? Landi, unë funksionoj në kontakt me njerëzit, nuk funksionoj me perceptim mediatik apo sondazh. Që ja jap sondazhit urdhëro disa para dhe më rrit më 2-3%. Funksionojmë në kontakt, në prekje të votës. Dhe si të rezulton? Sigurisht që më rezulton që Ilir Meta i kalon 25.000 vota. Sa vota në Tiranë? S'ka rëndësi sa vota. S'ka rëndësi sa vota duhen. Ilir Meta po të ishte i pavarur, i duheshin 15.500. Po të ishte i pavarur? Po të ishte i pavarur, pra një deputet i pavarur, i duheshin 15.500 vota që të ishte i sigurt. Ju mendoni që merr 25? E kalon 25. E kalon 25? E kalon 25. Je e sigurt? Por, për mua, kjo nuk është mjaft. Ilir Meta duhet të kaloj 30-ën. Sepse emri Ilir Metës, që u vendos në listë hapur, nuk u vendos për Ilir Metën. Se s'ka nevojë Ilir Meta për të bërë deputet. Jo, nevojë kaj. S'ka fare nevojë. Jo, ai po bë deputet liroj. Po s'është ajo. Ju vetëm mendoni se Ilir Meta ka problem çështjen e lirimit me dal nga burgu? Jo, po të kishte këtë vendosje Pushteti më i madh i Ilir Metës është vota. Dhe Ilir Meta, siç ka bërë gjithë jetën e vet që ka prodhuar figura, do prodhoj prap figura. Dhe ajo që unë mendoj që është e rëndësishme është që objektivi, jo vetëm i imi në këtë këndvështrim, por edhe i Partisë Lirisë, edhe i Ilir Metës, edhe i familjarëve të Ilir Metës. Familjarëve të Ilir Metës. Po familja, kushurin vet, që punojnë me të, Krushqia vet që punojnë për të. Prindrit. Motra. Të gjithë. Objektivi është Ilir Meta duhet të kaloj 30.000 vota. Sepse emri Ilir Metës duhet të justifikoj dhe 2 mandate në listën e sigurt të Partisë Demokratike. Po çoj më shumë se 30, do justifikoj dhe mandatin e Fierit. Sepse unë jam e bindur që mandatin e Elbasanit, zoti Axhinasto me kandidatin Dash Xhika, që ka vendosur, e justifikojnë. E marrin vetë. Ja çojnë votat Partisë Demokratike për mandatin që ka marrë zoti Axhinasto. Dhe kanë shanset që të marrin edhe mandatin e dytë. Por në Tiranë, struktura e Ilir Metës dhe rrethi shoqëror i Ilir Metës, nga i pari deri ke i fundit, kanë për detyrë të mos ndalojnë në asnjë sekond këtë gjithë rrethi shoqëror i tyre. Nuk bëhet vota duke i marrë telefon me call center, si u kalon Agronsheja ashtu. Bashkë me Lulbashën janë nishat e call centrave në Shqipëri, të cilët marrin çdo ditë njerëzit telefon. Vota për Ilir Metën bëhet duke i parë njerëzit sy. Më do, s'më do, më voton, s'më voton. Nëse ti nuk e shikon votusin, aq më shumë votusi i Ilir Metës. Votusi i Ilir Metës nuk është vot Facebooku. Votusi i Ilir Metës... Mirë, përfillin rrjetet sociale. Jo, rrjetet sociale nuk janë për 2 javë të fundit. Rrjetet sociale janë nga zgjedhjet në zgjedhje. 2 vitet që ti je në qetësi, shumë aktiv. 2 vite që ti je në qetësi janë rrjetet sociale për të ndikuar tek njerëzit çfarë përfaqëson ti. Cila është ajo, por votat në rrjetet sociale nuk janë vota. Pjesa më e madhe e lajkeve në rrjetet sociale janë jashtë Shqipërisë. Po, e vërtetë është kjo. Nuk janë në Shqipëri. Nuk guxon njëri nga administrata apo nga biznese të bëj ty like, se sa po të bën like i marrin direkt në telefon dhe pra, sepse është ndërtuar këtu shteti autokratik edhe sistem autokratik. Tani vim tek vota e Ilir Metës. Pse them unë që Ilir Meta përveç se merr votat e 2021-shit,
me një përjashtim të vogël, por atë vot që ti nuk e merr nga 2021-shi e rikuperon me votën e emigrantëve, që ka filluar të rikuperohet, dhe atë vot që ti nuk e merr nga 2021-shi e rikuperon me të zgënjyerit e Partisë Socialiste. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, sigurisht që është edhe vota gri, e cila është një vot që në një farë mënyre shikon një padrejtësi që është bërë ndaj Ilir Metës si individ. Pra, ajo që themi ne, mënyra se si sistemi drejtësisë e Ramës ka trajtuar Ilir Metën dhe familjen e Ilir Metës, është një sistem diskriminues, përveç se është bullizues dhe linçues, por është dhe një mënyrë dhe metodologji shumë e padrejtë. Kështu që mund t'i bëhet qefi i thtarëve të Partisë Socialiste, mund t'i bëhet qefi armiqve të Ilir Metës, por një njeriu me 5 parë mend në kokë, sigurisht që e tmerron ajo sjellje e tjerë. Pra arroganca, harbutëria, palishmëria, tortura mediatike që është bërë ndaj figurës Ilir Metës, tregon, domethënë, që një pjesë e mirë e njerëzve ndihen jo vetëm të intimiduar, por ndihen dhe të friksuar, sepse thotë, më vjen radha mua mbas Ilir Metës, se këtë kur ja bëjnë Ilir Metës, president etj, mendoni se çfarë mund t'i bëjnë dikujt tjetër. Kështu që janë disa faktorë të cilët çojnë votën ke emri Ilir Metës, e çojnë ke numri 1 dhe ke emri Ilir Metës. Ka socialistë që thotë nuk e votojmë numri 1, por votojnë Ilir Metën. Dhe ajo tregon që është votë PS-je, e cila nuk shkon, po themi për Partinë Demokratike, po shkon. Jo, ajo shkon për Partinë Demokratike? Patjetër, por ai di shumë mirë se votues socialist nuk ka budallënj. Votuesi socialist thot, unë votoj votën për Ilir Metën dhe jam me koshiencë që shkon votës Partisë Demokratike, por unë të tregoj haptas ty që unë s'ta jap ty Partitë Demokratike votën, por ja jap Ilir Metës. Ilir Metës. Pra, dhe ajo është votë e pastër 100% votë socialiste, por i ikën Partisë Socialiste dhe i shkon Partisë Demokratike. Jo, nuk i shkon Partisë Demokratike. I shkon Ilir Metës. Pse? Po jo, nuk i llogaritet Partisë. Jo, ke gabim. Po jo, më Orlandi, se ky është problemi. Ilir Metës okay. Jo, ky është problemi. Çështje teknike. Në çështjet e KQZ-s, lidhet KQZ-ja, vota për Ilir Metën i llogaritet Partisë Lirisë. Nuk i llogaritet Partisë Demokratike. Ty vërtet mblidhet. Jo, të koalicion. Jo. Ore dhe lutem legjia vetën e dakord, në koalicion. Po pra, kur mblidhet KQZ-ja dhe thot, Partia Demokratike ka marrë. S'ka Parti Demokratike, ka koalicion. Ore zotri, koalicioni ka mbledh gjithë votën, por votat e Ilir Metës janë votë që i quhet Partisë Lirisë. Po. Ja, dhe të çojmë unë ty tani, ta kapi ky zotria. Ti nuk e voton Partinë Demokratike, po voton Ilir Metën. Dhe kjo votë për Ilir Metën është votë që i quhet Partisë Lirisë, ashtu sikurse dhe ke njëshi që ti e voton. Po ti po dua se voton njëshin. Po nuk e voton se është socialist. Ai i jep indicion që unë jam votë PS-je. Pa jo zihet për koalicionin, Monika? Dakord, po vota këtu është e vlefshme vetëm për Ilir Metën. Ilir Meta pa diskutim. Patjetër, dhe unë votoj siç ai voton koalicionin. Ai keni sqaruar njerëz? Po patjetër që kemi sqaruar. Ai e voton koalicionin dhe s'voton asnjë kandidat. I shkon Partisë Demokratike ajo vot. Po. Nuk i shkon Partisë Lirisë. Po. Nuk i shkon as Shpëtimi i Drizit, nuk i shkon as ndonjë parti tjetër kush është. Ndërsa kur ai voton vetëm Ilir Metën, sigurisht ai është kalkulim. Jo, s'është kalkulim ajo. Jo, është një mbështetje. Ajo është, jo, zoti Qafoku, ajo është një lloj leximi i votës e cila edukon votuesin. Dhe aq më shumë votuesin socialist, të cilët për arsye nga më të ndryshmet janë të majt genetikisht të tjerë, e kanë vëllap personale me Ilir Metën. Dhe ka shumë njerëz miq të Ilir Metës nga Partia Socialiste që kanë qenë ish themelues të fresh, që kanë punuar me Ilir Metën, që nuk janë sot, janë të përjashtuar nga Partia Socialiste. Ju si jeni pjesë e atyre letrave, ju takoni për llogarinë. Nuk kam unë fare s'më interesojnë letrat mua, letrat vazhdojnë punën sepse është komunikimi personal i Ilir Metës me njerëzit. Nuk më interesojnë letrat mua, unë kam komunikimin tim personal me njerëzit. Unë takoj Lan Qafokun dhe them, zotri, unë sot kam hall, unë s'kam hall ditë tjetër. E kuptoj. Kështu thot gjithë? Po patjetër, ky është hall. Po që babai fëmijëve të mi keq, fëmijët e mi janë shumë keq, unë jam akoma dhe më keq. Po që babai fëmijëve të mi mirë, fëmijët e mi janë shumë mirë, unë jam punëtim. Okej, zonja Kryemalli, ju e bët të panoram për zotin Meta, por ka një fakt, jo thjesht nga ato sondime, sepse unë ndaj të njëjtin mendim për ju që sondazhet kanë ato marzhin e tyre ndonjëherë gati kapërcus dhe për më tepër që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndodhi ajo që me sondazhet u fundosën. Por
ka një sondim tjetër që është perceptim që është ulur mbështetja e masës njerëzve ndaj qeverisë, po kjo nuk përkthehet në mbështetje ndaj opozitës, si përgjigje në kësaj. Po pse merr kështu? Pse se merr që njerëzit edhe kanë frikë për ta thënë mbështetjen e tyre pro opozitës? Po ky doli populli më frikacak në botë? Ne e vram frikën në 90-ën? Shiko, nuk dua të merrem me këtë gjë, por nuk është çështje e popullit më frikacak, ku njerëzit janë të varfër dhe pa alternativë nënshtrohen. Dhe kjo ka qenë dhe metodologjia që zoti Rama përdori. I varfër sot me i varfër në 90 nuk është njësoj. Jo. Në 90-ën ishte më ndryshe, se ishin të etur dhe besun ke demokracia në 90-ën. Tani të flasëm atë që është erdhi në 90-ën. Sot fjala varfëri ka tjetër konotacion. Varfëria shpirtërore është më e rëndë se varfëria ekonomike. Mos harroni këtë gjë. Njerëzit që s'kan dashuri brenda zemrës tyre, jepi pasurinë e gjithë botës, janë njerëzit më të palumtur botë dhe më të pangopur në botë.